Nëse përdor ChatGPT për një kohë të gjatë, truri yt rrezikon kalbin. Sipas një studimi të fundit nga shkencëtarët e MIT, përdorimi i ChatGPT për të ndihmuar në detyrat e kursit apo shkrimin e eseve mund të çojë në një plagështi mendore dhe një rënje të mundshme të aftësive të nxënit. Ekipi MIT u kërkoi 54 të rriturve të shkruajnë një seri prej 3 esesh duke përdorur ose inteligjencën artificiale, ose një motor kërkimi në internet siç është Google, ose vetëm trurin e tyre. Analiza tregoi se përfshirja apo angazhimi mendor i atyre që përdorin inteligjencën artificiale ishte dukshëm më i ulët se dy grupet të tjera. Ky grup gjithashtu kishte më shumë vështirësi në kujtimin e citimeve nga eset e tyre. Kishte një ndjesi më të ulët pronësie mbi këta ese. Autorët pretendojnë se kjo tregon se përdorimi i zgjatur i inteligjencës artificiale i çoi pjesëmarrësit drejt rritjes së nivelit të plagështisë mendore. Edhe kur këtyre ju dha mundësia që të përdorin vetëm trurin e tyre, ata nuk arritin të përsërisin të njëjtin nivel angazhimi apo të performonin po aq mirë sa dy grupet e tjera. Ti si mendon? A është inteligjenca artificiale një mjet i dobishëm apo e pengon procesin e të nxënit dhe thjesht na kal trurin?